emër të Atit, të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Amin. Mund të ulemi. Vëllezër e motra, sot është kjo ditë e diel e cila shënon edhe fillimin e javës së madhe të vuajtjeve të shpëtimtarit ton Isu Krisht, që kurorzohen me kryqëzimin e tij dhe siç e dim me varrimin e tij të trejtitshëm, por ajo që ka rëndësi është rezultati dhe përfundimi i gjithë kësaj jave, që kurorzohet me ngjalljen e Zotit Isu Krisht. Gjatë gjithë kësaj jave ne do të ndjekim Zotin ton në këtë udhëtim drejt Golgothas, asaj kodre në qytetin e Jerusalemit, ku zakonisht dënoheshin kriminalët, ata që ishin fajtor, dhe për të bërë në një farë mënyrë shembull për të gjithë njerëzit, dënoheshin me dënime kapitale dhe madje në mënyrën më të turpshme edhe më të dhimbshme, siç ishte kryqëzimi që ekzekutonin romakët. Sot, në këtë të diel, përpara 2000 vjetësh, njerëzit u mblodhën për të pritur atë që kishin dëgjuar, që kishte ngjallur Lazarin prej së vdekurish, madje pas 4 ditësh, duke hequr çdo dyshim që vdekja e Lazarit nuk ishte një moment ku ai ndoshta kishte humbur ndjenjat dhe ndoshta njerëzit e kishin marrë për të vdekur, por ai kishte vdekur, ishte varrosur dhe madje për 4 ditë ishte në atë varr, që siç e kemi parasysh në atë kohë në Izrael, varret ishin në formën e shpellave, zakonisht ishin varre familjare, dhe ato mbuloheshin me një gur në hyrje. Jo vetëm shpellat që përdoreshin në këtë përdorim, domethënë të varreve, po kemi parasysh që shpellat përdoreshin shpeshherë edhe si ambiente përdorimi, mund të ishin kasolle, mund të ishin edhe vende banimi në disa raste. Nuk është rastësi që Zoti ynë Isu Krisht lindi po në një shpellë, i cila ishte përshtatur në një grazhd kafshësh edhe një kasolle kafshësh. Dhe gjithashtu, po në një shpellë Zoti ynë do të ngjallet, do të lindi për jetën e përjetshme. Asgjë nuk ka rastësi në atë që ndodh, dhe aq më tepër në jetën e Zotit ton Isu Krisht. Perëndia shekuj më parë kishte përgatitur gjithçka për shpëtimin e njerëzimit. Gjithçka ishte profetizuar që do të vijë i biri i Perëndisë, i cili do t'i shkeli kokën gjarprit, por gjarpri do t'i thumbojë këmbën. Këto fjalë Zoti ja tha Adamit edhe Evës që në kopshtin e Edenit, kur ata mëkatuan ndaj tij, rebeluan. E megjithatë, edhe pse ata u bën të vdekshëm, Perëndia ju premtoi që një ditë shpëtimtari që do të vinte prej gruas, nga fara e gruas, ai do të sillte fitoren. Njerëzit kur dëgjuan ngjalljen e Lazarit në Bithani, një qytet shumë afër me Jerusalemin, u bën shumë kurioz. Madje na thuhet në Ungjil që shumë veta vajtën për ta parë me sytë e tyre Lazarin nëse me të vërtet kishte ndodhur kjo ngjarje, dhe gjithashtu për dëgjuar nga ai se çfarë kishte përjetuar. Ky lajm u përhap si shtam të gjithë Jeruzalemin, dhe kur morën vershje që Krishti po vinte në Jerusalem, atëherë të gjithë njerëzit morën në duart e tyre gjethe pemësh. Zakonisht në ato zona përdoren më tepër gjethet e palmave, ndërsa në vende të tjera përdorin edhe gjethet të tjera, siç është gjethja e dafinës, që edhe ne i mbajmë edhe i shpërndajmë. Ishin si shenjat e fitores edhe e bërhoritjes të atij që po vinte në Jerusalem. Populli po priste shpëtimtarin, duke dëgjuar për kaq shumë mrekulli që kishte bërë Krishti, gjithë ato shërime dhe predikime në gjithë Izraelin. Ata po prisnin tashmë atë që kishte ngjallur edhe Lazarin prej 4 ditësh. Askush nuk dyshonte në këtë mrekulli të madhe.
aq e madhe ishte bërë fama e kësaj ngjarje, saqë dhe në Ungjil e dëgjuam që farisejt edhe drejtuesit fetar të popullit, për shkak të famës së madhe që kishte marrë kjo ngjarje, atëherë po mendonin madje që edhe Lazarin ta dënonin me vdekje. Deri këtu shkon ligësia, shpeshherë dhe xhelozia e njerëzve, kur nuk duan të pranojnë të vërtetën, po këmbgulin në pushtetin e tyre, në lavdin e tyre, dhe nuk i japin lavdin Perëndis që i takon. Ditën e sotme, të gjithë njerëzit mblidhen me dega gjethesh për të pritur mbretin e Izraelit. Dhe siç e dim, Zoti vjen në një kafshë të përulur. Ndoshta shumë njerëz u befasuan kur e pan Krishtin, që ishte i premtuar i Perëndis, të vi i hypur mbi një gomar. Një kafshë e përulur, e butë, kafshë punëtore, në dallim nga shumë mbretër të tjerë të cilët kaloronin me kuaj e me karroca, edhe me ushtri përpara, Krishti vjen me të vërtet si mbreti i paqes. Ai hyn në qytetin e Jerusalemit që mban edhe këtë emër, qyteti i paqes, që paradoksalisht pas largimit të Zotit tonë Jezu Krisht nga ai vend asnjëherë nuk gjeti paqe, ashtu siç edhe sot e kësaj dite, qyteti i cili pavarësisht se e priti me lule, gjithashtu e përcolli duke e tallur, duke e përshtyr, edhe duke e përqeshur, derisa dhe e kryqëzuan. Megjithatë, në këtë ngjarje me të vërtet të veçanta edhe shumë domethënëse, çdo gjë prej këtyre që ne shohim në jetën e Krishtit, të gjitha, siç tham, këto profetizime përmbushen. Zoti vjen për të na treguar jo pushtetin e tij, por të na treguar dashurinë e tij. Zoti e tregoi pushtetin e tij mbi armikun ton, që ishte vdekja, që ishte mëkati, atë të cilit ne ishim të pafuqishëm ta mundnim. Zoti e ngjalli Lazarin si një shenjë e ngjalljes së tij, që ai do të ngjallet pas 3 ditësh, sepse ai e ka pushtetin të ngjallë njerëzit, dhe sigurisht e kishte pushtetin të ngjallte edhe trupin e tij që kishte marrë njerëzor. Atë trup njerëzor të cilët të gjithë ne duhet të kalojmë nëpërmjet vdekjes, sepse paga e mëkatit është vdekja. Kjo është arsyeja që Adami dhe Eva nuk mund të qëndronin më në kopshtin e Edenit, të hanin nga fruti i jetës, ai frut që i bënte të qëndronin në jetë e të mos vdisnin. Në qoftë se do qëndronin në kopshtin e Edenit, ata asnjëherë s'do vdisnin, por gjithashtu do ishin të ndarë përjetësisht nga Perëndia. Por vdekja që hyn për shkak të mëkatit, Perëndia e lejon që t'i japi një fund edhe mëkatit nëpërmjet vdekjes. Por gjithashtu na jep edhe dhuratën e jetës së përjetshme nëpërmjet ngjalljes së tij. Zoti e mori këtë trup të rënë njerëzor mëkatar, me të ai u gozhdua në kryq, me të ai u varros. Qëndroi ai trup në varr si gjithë trupat e tjerë, por i paprishur, sepse është e pamundur që Zoti të mundet nga vdekja. Për këtë arsye Zoti erdhi për ta mundur vdekjen edhe mëkatin. Për këtë arsye për ne të krishterët që i përjetojmë këtë ngjarje, janë në të njëjtën kohë si hidhërim ashtu edhe gëzim. Ne e dimë që Zoti jon vjen në Jerusalem për t'u ofruar si qengji i Pashkës, i cili do të therret për mëkatet e njerëzve. Në këtë aspekt është një dramë që zhvillohet, por gjithashtu është një dramë triumfale, sepse ne e dimë shenjën e fitores të cilën në mban kryqi i Krishtit. Për këtë arsye dita e sotme është një ngjarje e madhe dhe një festë e madhe, e cila, siç tham, fillon të vizoi udhtimin e Krishtit drejt kryqit edhe ngjalljes së tij. Gjatë gjithë kësaj jave, që me të vërtetë quhet java e madhe, ne do të kemi shërbesa të vazhdueshme. Dhe madje kisha, për shkak të bukurisë që kanë shërbesat, edhe mundësisë që njerëzit të vinë të ndjekin ato,
e ka përmbysur rregullin e shërbesave. Shërbesat që janë në mëngjes, të cilat janë më të gjata, kanë më shumë tropare, edhe janë shumë të bukura. Kisha i ka kaluar mbasdite. Dhe ato që ishin për të bërë mbasdite shërbesat i ka kaluar në mëngjes, në mënyrë që njerëzit mbasdite të kenë mundësi të shijojnë këto shërbesa. Për këtë arsye do t'ju nxisnim të gjithëve të rregulloni programin tuaj, për ata që s'kan mundësi të vinë dot paradite, të mos ju humbasin këto shërbesa mbasdite. Sepse vëllezër e motra, përjetimi i shpëtimit ton, përjetimi shpirtëror nuk mund të jetë vetëm 10 minuta vim në kishë, dëgjojmë diçka, shohim diçka, ndezim një qiri dhe largohemi. Jeta e sotme është aq e rrëmujshme, është aq stresuese, ka aq shumë shpërqendrim edhe mëkat rreth nesh, saqë duhet kohë për të hequr vëmendjen nga gjithë këto shpërqendrime, edhe për drejtuar sytë e mendjes e të zemrës tonë drejt Perëndis. Për këtë arsye këto shërbesa na ndihmojnë që ta përjetojmë nga afër të gjithë këtë rrugë të shpëtimtarit ton. Java e madhe me të vërtet është përmbushja e të gjithë udhëtimit ton shpirtëror. Gjatë periudhës së Kreshmës ne u përgatitëm shpirtërisht pikërisht për këtë javë të madhe. Edhe nëse ka nga ju nga ata që nuk patën mundësi ta mbanin Kreshmën, bëni një përpjekje gjatë kësaj jave të mbani Kreshmën, ta ndjeni pak dhimbjen, pak dobësinë e trupit, ashtu duke marrë pjesë edhe ne, qoftë sado pak, në këtë kalvar mundimesh, por që bëhet me gëzim. Dhe brenda vetes tone do ta ndjejmë gëzimin e ngjalljes së Zotit. Do ta përjetojmë çdo hap të tillë. Kështu, me këtë nxitje për të ardhur në shërbesa, për të përjetuar nga afër, e mbyllim edhe këtë predikim të sotëm, edhe Perëndia na bëjë të djenjë që me të vërtetë të përjetojmë dhe të shijojmë të ngjarje të madhe të shpëtimtarit edhe të shpëtimit ton. Amin.